Arjan Mavriqi, fotografi i njohur, ka hapur ekspozitën e tij në Hungari, duke prezantuar para publikut evropian bukuritë e natyrës shqiptare dhe jetën e egër që shpesh mbetet e panjohur për botën. Flora dhe fauna e pasur e Kosovës u sollën në qendër të vëmendjes përmes ekspozitës së fotografit në Universitetin e Bujqësisë dhe Shkencave të Jetës në Hungari. Përmes objektivit të tij, Arjan Mavriqi nuk sjell vetëm imazhe, ai sjell histori të gjalla të shpendëve, kafshëve dhe peizazheve që pasqyrojnë historinë tonë natyrore dhe nevojën për ta mbrojtur atë. Ngjarja kulturore u prit me entuziazëm dhe interes të lartë, ku morën pjesë studentë dhe pedagog nga mbi 20 nacionalitete të ndryshme. Sipas Mavriqit, ekspozita ka zgjuar kurreshtjen dhe habinë e publikut, sidomos për speciet e rrodha të prezantuara nga Kosova. Ai njihet për punën e tij të palodhur në dokumentimin e faunës dhe peizazheve shqiptare, duke sjellë në fokus jo vetëm fotografinë si art, por edhe si mjet ndërgjegjësimi për ruajtjen e mjedisit dhe biodiverzitetit. Për vite me radhë, ai ka ndjekur shpend të rrallë, kafshë të egra dhe natyrën për t'ia prezantuar publikut me një ndjeshmëri më të thellë. Në çdo fotografi, në çdo pamje ndihet qetësia, bukuria, por edhe kërcënimet që i kanosen natyrës sonë. Le të mbështesim artistët si Arjan Mavriqi që me pasionin dhe përkushtimin e tyre i japin zë asaj që nuk flet, por që ka shumë për të thënë, natyrës.